Projekt ligji që po shqyrtojmë quhet Porta e Alpeve dhe me të drejtë na lind pyetja se çfarë porte po hap Edi Rama dhe sidomos kujt po ja hap portën këtë herë. Kur projekt ligji erdhi për shqyrtim në Komisionin e Infrastrukturës, kolegët e mazhorancës u kujdesëm për të vënë theksin se projekt ligji në fjalë pra për portën e Alpeve nuk duhej asesi të ngatrohej me atë të paketës së maleve. Janë dy gjëra krejt të ndryshme, na thanë. Për çdo shqiptare, sidomos për ata që do ta vuajnë mbi kurriz grabitjen e pritshme të pronave të tyre, është më se e qartë se Porta e Alpeve po hapet atyre pak oligarkëve, të cilëve Edi Rama u ka ndarë çiftligjet e paketës së maleve. Malet që kanë qenë fortesat historike të shqiptarëve ndaj pushtuesve ndër shekuj, duket se janë zaptuar nga Sultani i Madhërisëm dhe pashallarët e tij. Sot Edi Rama përmes projekt ligjit Porta e Alpeve është duke investuar 50 milion euro nga buxheti i shtetit për infrastrukturën, thotë. Po pse vallë nuk u hap më parë kjo portë? Mua më kujtojnë vitet jo fort të largta, kur Thethi ishte një vend i harruar nga koha, i braktisur nga të rinjt, ku ata pleq të mbetur aty dukeshin tamam si të dalë nga tregimet e migjenit, që përballonin bllokimin dhe izolimin nga dëbora, të ftohtin, sëmundjen, me krenarinë e dikujt që përket për një mend një shekullit shkuar, me kryenetësinë me cilën malsorët e kanë sfiduar gjithmonë vdekjen. Po sot, ku është malsori sot? Çdo thoshte migjeni sot për të? Malsori sotëm kërkon pronën, ashtu si dikur kërkonte misrin. Në përluginat e maleve përshkohet malsori vetëm me ikmish e brek legjendare mbi shtat, për me arrit në qendrën e kadastrës, për me kërku pronën, e përpara zyrës së kadastrës, bjerë cilësinë karakteristike të vetën dhe bahet frigacak. Pse, mendon ai, njashtu e do ligji, në punësi, për ndryshe s'ka pronë, do shkruan dhe migjeni shekullit 21. Por pronë s'ka pavarësisht, sepse pronë s'mund ketë edhe për banorin e Thethit, edhe për oligarkun. Prandaj ruspa Edi Ramës u ashembi shtëpit banorëve, pas ju kishte dhënë fjalën se ato para që rinia e atyre trojeve kishte vënë në kurbet, do mund të investonte në tokën e të parve. Pronë s'mund të ketë edhe për banorin e Thethit, edhe për oligarkun, sepse kjo bie ndesh me vizionin e kryeministrit për paketën e maleve për portën e Alpeve. Pronë s'mund të ketë edhe për banorin e Rjollit, edhe për oligarkun. Me mushka në përmoçale ka nezur për dekada të tëra banorët e Rjollit, përpara se Edi Rama të vendoste të ndërtonte rrugën ndër ato anë. Veç se ashtu si sot me portën e Alpeve, sa po ndërtua rruga, u grabit prona. Sepse rruga i hapet interesit të dikujt, jo interesit të shumë kujt. Në Shqipërinë e vitit 2026, qytetari i thjesht e ka të pamundur të marrë të drejtën e pronës. Por ama është ende në fuqi ligji për legalizimet, sepse përmes tij pushteti i thotë shqiptarit ndërto pa leje, e po deshëm ne ta legalizojmë. Në Shqipërinë e vitit 2026, urbanisti, inxhinieri, arkitekti nuk e kanë mundësinë të hartojnë plane urbanistike, sepse nëse në Shqipëri do kishte plane urbanistike, nuk do kishte nevojë për ligjin e legalizimeve, por në Shqipëri nuk mund të ketë plane urbanistike, sepse në Shqipëri mbahet peng çështja e pronës. Në Shqipëri nuk mund të ketë plane urbanistike, sepse ka plane në kokën e Edi Ramës, plane që marrin emra madhështor, si paketa e maleve, si Porta e Alpeve. Ndër qëllimet e shpallura të projekt ligjit është edhe mbrojtja e mjedisit, por a ka hipokrizi më të madhe se sa në këtë sallë që flasim për mbrojtjen e mjedisit. Ndërkohë që askush nga ju, të nderuar koleg, nuk piptin për masakrën mjedisore që po ndodh në zonën Pish-Poronart. Në një monument mjedisor me dunat e rërës të formuara nga procese natyrore mira vjeçare, me pishat shekullore dhe me biodiversitetin të cilën e ka zilim mbar Evropa. Po pse vallë kjo heshtje varri, kjo heshtje në media, kjo heshtje në këtë sallë kuvendi? Çfarë dini ju, të nderuar koleg, që se di publiku? Çfarë ju shtyn që ti bashkoheni heshtjes totale, ti bashkoheni gjithë atyre që shohin, s'dëgjojnë e prandaj s'flasin? Cilat interesa po prek unë me këto që po them?
E si ka mundësi që ju që s'lini gjë pa përmendur, s'flisni për padrejtësinë që u bëhet blonjatëve e mbar shqiptarëve. Apo mos ndoshta bashkojnë edhe ju me vizionin e Edi Ramës, që një nga zonat e fundit në Evropë, ku do mund të zhvillonim turizmin e biodiversitetit, ta kthejnë në terren të zaptuar nga oligarkët vendase të huaj, për të cilët aty turizmin e konsumit, turizmin e të ngrënit edhe shkarkuarit. Nuk i mjaftoi llaborimi që i bët gjithë me Bregdetit shqiptar për të ndërtuar aty rezortet e turizmit elitar të pleqjve të Evropës që hanë e shkarkojnë. U desh të menit edhe hapësirën e fundit në Evropë, që do mund të kishte shërbyer në radhë parë mbar shqiptarëve, për të treguar fëmijëve të tyre mrekullit e natyrës, mbi 200 lloje shpendësh, flamingot migrator, pelikani nga Çurel, fogën e Mezdeut, breshkat që shkojnë për të depozituar vezët, do të shërbente peshkatarëve të zonës që ofrojnë peshkun e freskët. Banorëve lokal që do ndërtonin jetesën e tyre në harmoni me natyrën. E pastaj të shërbente edhe turizmit të huaj, e madje turizmit të huaj elitar. Por jo elitar vetëm nga xhepi, jo elitar vetëm nga vëllimi i ezofagut dhe i plëncit, por elitar në njohurit për natyrën, dhe po aq i thjeshtë e i zakonshëm në dashurinë që ndajmë të gjithë për natyrën. Pse nuk flisni? Pse heshni për faktin absurd që është pikërisht perspektiva e integrimit të Shqipërisë në BE, që po e përshpejton procesin e shkatrimit, që është vrulli për të shkatruar në mënyrë banditeske, dhe në shkeljet e të atij ligji pashavure që keni shkruar vetë, ato që kanë ngelur nga natyra shqiptare, përpara se të detyroheni të përshtasni legjislacionin me atë që kërkon Bashkimi Evropian. Pse heshni? Apo bëhet fjalë për oligarkët që janë apolitik, për ata që qëndrojnë mbi palët, që janë edhe të nënës, edhe të njerëkës. E këtu vini e na thoni se Porta e Alpeve do mbroka mjedisin. Ju që s'shihni, s'dëgjoni, e prandaj s'flisni. Faleminderit.